Mesi i manastirit vështruar pas 100 vjetësh, në një qytet të shëbahastët që është edhe Ustëri, të lidh më shumë me rëndësinë dhe vlerësimet që sjell në kohë historia. Me përmasën e madhe që ka kjo ngjarje, qyteti ynë i emigrantëve të një shekulli më parë, Ustëri ishte dhe një qendër e zhvillimeve politike e patriotike shqiptare. Ndaj është një çast i bukur dhe shumë i goditur që shoqata adhetare kulturore Kombi e kujtoi këtë ngjarje përmes një mbrëmje. Shumë bashkëadhetarë shprehën interesimin dhe morën pjesë në këtë takim. Të mbledhur në një nga restorantet më të mira të Ustërit, rreth 350 bashkëadhetarë morën pjesë. Ndër këta, dhe rinia shqiptare e cila u tregua e gatshme dhe krenare në pjesëmarrje për gjuhën e përbashkët që ato ndajnë. Gjithashtu, zonja Konstantina Lukes, kryebashkiakja e Ustërit me origjinë shqiptare, na nderoi me ardhmjen e saj të bashkëshorit, i cili i përket gjithashtu origjinës shqiptare. Mes këtyre, shihej qartë gëzimi i këtij grumbullimi kaq të madh shqiptarësh të vjetër e të rinj, thuajse të gjithë moshat. Në këtë pjesëmarrje kaq të gjallë, edhe unë vetë e kam me plot emocion vendosjen time përpara kamerës. Jemi midis shqiptarëve që banojnë në Ustër dhe gjithashtu domethënë kanë ardhur nga krajine të ndryshme të Ustërit, të Massachusettsit, ndaj gjithë Amerikës, kemi dhe nga Bostoni, nga New Yorku dhe është një ndjenjë shumë e mirë të shikosh gjithë shqiptarët të cilët janë mbledhur së bashku. Është një eveniment i përcjellur më shumë për zemërsi nga gjithë shqiptarët, kanë nderuar me pjesëmarrjen e tyre dhe jam shumë e lumtur që ndodhem dhe unë pjesë e këtij eventi. Në atmosferën e larmishme të darkës së zhvilluar për këtë ngjarje festive, pjesëmarrësit nuk uruan të jepnin dhe to opinionet e tyre. Zonja Elona Dishnica, e cila jeton në qytetin e Ustërit, shton. Është një kënaqësi e madhe që jam këtu midis bashkëadhetarëve tanë në emigracion dhe që mundemi të organizojmë një eveniment kaq të bukur dhe një omazh që i bëjmë ne sot 100 vjetorit të alfabetit shqip, të kesh një alfabet tënd dhe që nënkuptoj bashkimin e të gjithë kombit si një i vetëm, pa dallim feje, gektos këtë gjithë së bashku dhe ne sot që po i bëjmë një omazh këtij celebrimi dhe këtij eventi, për mua është një kënaqësi e madhe dhe njëkohësisht këtu jam mes familjes time, mes bashkëadhetarëve. Si ndihesh që je këtu pjesë e 100 vjetorit të manastirit darkës që kemi mbledhur me gjithë shqiptarët? Fakt, ndihem shumë krenar sepse festa e manastirit është një festë e rëndësishme për popullin shqiptar dhe është diçka e mirë, domethënë që këtu në Ustër jemi mbledhur që të gjithë ta festojmë. Besoj se do ta kalojmë një kohë të bukur. Faleminderit. Çfarë mendon për këtë darkë festive sot dhe për 100 vjetor gjuhës tonë shqipe? Në rast të parë doja të përgëzoja shoqatën Kombi për këtë organizim shumë të mirë. Edhe është me të vërtet një ngjarje shumë e rëndësishme për historinë e kombit tonë shqiptar, Kongresi i Manastirit edhe çinventori i alfabetit të parë shqiptar. Kur jemi këtu në Amerikë, domethënë ka një rëndësi shumë akoma dhe më të madhe kjo ngjarje, pasi është ajo dëshira e të gjithëve ne për të ruajtur atë kulturën edhe gjuhën shqipe. Edhe kjo bën akoma edhe më të rëndësishme këtë aktivitet. Ne si shoqat Besa në Boston kemi hapur edhe shkollën e gjuhës dhe trashëgimisë shqiptare, edhe fëmijët gjatë verës festuan edhe festën e abetares. Janë tingujt solem të ritmit të hitmeve kombëtare të SBA-s dhe të Shqipërisë që shënojnë dhe çelin e kësaj mbrëmje dhe na shkëpuzin prej opinioneve.
Fjala e mirëseardhjes u drejtua nga zoti Dimitër Dishnica, i cili duke falenderuar për pjesëmarrjen dhe interesimin, ftoi drejtuesin e kësaj mbrëmje zotin Dalip Karameti, i cili dha një ligjëratë të shkurtër përpara të ftuarve. Zonja dhe zotrinj, të nderuar bashkëdhetar dhe miq të ftuar. Me nismën e shoqatës adhetare kulturore shqiptare amerikane Kombi, jemi mbledhur sot këtu në Uster për të festuar një nga ngjarjet e shënuara dhe më pikante të historisë dhe kulturës shqiptare, 100 vjetorin e përcaktimit të alfabetit shqip në Kongresin e Manastirit më 1908. Të kujtojmë së bashku ato kohë kur populli ynë luftonte pareshtur me pushkë e me penë për Momëdhen dhe kishte arritur në prag të pavarësisë. Të nderojmë ato burra mendje ndritur dhe vizionar që vun themelet e kulturës, të gjuhës dhe alfabetit shqip mbi baza të shëndosha shkencore me përcaktim evropiano-perëndimor. Problemi i alfabetit shqip atë kohë ishte me shumë rëndësi për shqiptarët. Duke mos pranuar alfabetin turk, grek apo slav që ua impononin armiqtët. Ne kemi gjuhën më të vjetër, vazhdim të pellashgjistes me të cilën flisnin zotat sipas Homerit. Ne kishim disa alfabete edhe me shkronja latine. Njëri prej të cilëve u vendos për përdorim pikërisht ky që kemi sot. Shtrati i fitores. Dhe përhapjes së alfabetit shqip u bë lëvizja popullore që përfshiu çdo krahinë. Entuziazmi patriotik përhapej gjithandej me parullën të na rrojë ABC-ja. Për të ndriçuar rrethanat kur, si e qysh zhvilloi punimet Kongresi i Alfabetit në Manastir, organizohet ky sesion shkencor me punimet e disa prej studiusve dhe autorëve më të njohur shqiptar këtu në Amerikë. Këtë aktivitet e nderojnë me pjesëmarrjen e tyre edhe krye bashkiakja e qytetit të Usterit, zonja Konstantina Lukës me bashkëshortin. Miq nga Bostoni, nga shoqatat si motra shqiptare, e të ftuar të tjerë këtu në Uster. Pas sesionit kemi darkën festive, ndaj pa humbur kohë, fillojmë sesionin me temën e parë, mbajtur nga zoti Agron Fico, folklorist, linguist, profesor dhe autor nga New Yorku. Sfidat e ABC-s në gjurmët e alfabetit të Shqipës. Urdhëroni, profesor. Kështu, kemi hyrë në seancën e kontesave të mbrëmjes, ku do të shkëpusim pak nga ligjërata e miqve të ftuar. Gjuha shqipe është tesari më i çmuar dhe veçantë që Kombi shqiptar ka krijuar në bashkësinë e gjuhëve të ruzullit toksor. Shqipja është e lashtë sa vetë njerëzimi. Madje poeti i madh kombëtar na infrashi thojse se edhe vetë Perëndia ka folur shqip. Te vjesha Shqipëria ai na thot, bota që kur është zënë, Shqipëria gjallë ka qenë. Pedazgë u thoshi më parë, më së fundi shqiptar. Gjuhë që flisin perënditë, atë flisnin pedazgjitë. Atë kanë shqiptarët, atë e kishin dhe të parë. Albanologu i madh, profesor doktor Ethem Cabej ka thënë, po t'i hedhim një vështrim historisë së gjuhës shqipe, dy gjëra të kundërta të bien në sy në këtë lëmë. Me një anë një gjuhë e dëshmuar me shkrim mjavon dhe në anën tjetër një popull i lashtë, autokton në to vise ballkanike që në kohët e mufta të prehistorisë. Ky mendim i shprehur nga profesor Ethem Cabeu
ka qenë një sfidë e vazhdueshme për dietarët për të bërë kërkime e gjurnime dhe shkrimit të gjuhës shqipe. Lufta për ABC-n dhe shkrimin shqip u shpërshua sidomos gjatë të lindjes kombëtare dhe pas saj. Pas daljes në dritë të abetarës së Naum Bredit, lëvizja për ABC-n dhe shkrimin shqip u sulmuan egërsisht nga Obori Osman dhe Athino Fanarotët, jo më si një dukuri gjusore, por si një dukuri politike. Goditja ushtarake Osmane kundër lidhjes shqiptare të prezenit ishte një shublak e rëndëm edhe në lëmin e shkrimit shqip. Zbatimi i ligjeve të rrepta ushtarake jo vetëm bëri të pamundur botimin e ndonjë organi shqip në Shqipëri, por edhe drita që botoi në Stamboll në më 1885 u ndalua. Në këto rrethana historike kulturore, Konstantin Kristoforidi, gjuhëtari i njohur, do të lëshonte alarmin. Ndë mos u shkoftë gjuha shqipe, nuk do të shkojnë në shumë vjet dhe nuk do të ketë Shqipëri ndë faqe të dheut, as nuk do shënohen memri shqiptar ndë kartë të botës. Përpjekja e rinjëse për gjuhë shqipe, për shkollën shqipe, kishin si harkë zgjidhjeje krimin e një ABC-je shqip. Kërkesa kryesore ishte që kjo ABC t'i përgjigje karakteristikave të vetë gjuhë shqipe, veçorimeve të saj fonetike dhe atyre të shqiptimit. Dr. Petro Janulla thotë, gjeneza e alfabetit të shqipes duhet ta kërkojnë në mbishkrimet ilire, me sape që janë shkruar me alfabetin etrusk dhe grek të latinizuar. Shkenca gjuhësore shqiptare ka pranuar faktin se gjuha shqipe është shkruar qyshërë dhe se janë përdorur disa lloj ABC-sh. Marin Barleti në librin Rrethimi i Shkodrës 1504 thoi se kishte përdorur burime historike që flisin për krimin e Shkodrës të shkruara në gjuhën e popullit. Po të mendohet se në ato burime ka qenë përdorur alfabeti latin, atëherë poimi i dëshmitarit francez i jo me emri Brokat Monaku është një provë e fortë e shkrimit të shqipes që me shkronjë latine qyjnë në lashtësi. Brokardi në i kumtim latinisht të vitit 1332 shkruante se shqiptarët, sado që kishin një gjuhë krejt të ndryshme nga ajo latinëve, në librat e tyre përdorin shkronja latine. Gjurma e parë i përdorimin e alfabetit latin në Shqipëri është e viti 1462, ajo që njihet si formula e pagëzimit. Mendohet se ky doshkrim është me shkronjë latin është prej dorës së Palë Ëngjëllit, kryepeshkopit të Lirisë. Palë Ëngjëllit udhëzonte besikët që t'i pagëzonin vetë fëmijët e tyre ku nuk ishin mundësi të shkonin në kishë duke përdorur formulën që ai e shkruan kështu: unë te pagëzonte premë atit e të biris persën, që në Shqipen e sotme është unë të pagëzoj në emër të atit birit e shpitit të shenjë. Është dokumentin më i vjetër i gjuhës sonë që dëshmon për përdorimin e alfabetit latin në shkrimin shqip. Së fundit dhe më e rëndësishme, dua të përgëzoj ju, organizatorët dhe gjithë bashkësinë shqiptaro-amerikane të Ulsterit, paardhësit tuaj dhe ju vetë, i datë Fanoli i gjutarit dhe historianit të shkruar gjithë përkrajnë morale, materiale dhe mbi të gjitha dashurin e zemrës. Fanoli me gjithë vlera dhe poljedrin që mba nuk ishte thjeshtë dietari, por edhe dukuria. Atë si dukuri e tolli bashkësia juaj. Vepra e tij ishte rezultante e të gjitha vullneteve, dëshirave, të bëmave dhe vlerave tuaj, pra vlerave tona si kombë. Fanoli ishte e përgjithshmja shqiptaro-amerikane e gjithë vatra, sikur dhe secila prej vatrave tuaj tona ishte edhe mbart pak Fanol. Kjo është arsyeja që mblidhemi në emër të gjuhës shqipe, që ishte edhe altar nderimi për Fanolin tuaj dhe tonë. Ekziston sipas meje binomi Noli-Nolianët. Prandaj festojmë bashkë me ju në këtë asamble publike shkencore 100 vite të Kongresit Historik të Manastirit, Kongresit të Alfabetit të Përbashkët Shqip. Qofshin të nderuar, faleminderit.
pedagogu dhe studiusi që vjen nga Bostoni, zoti Niko Dako, referon temën dinamika e punimeve të Kongresit të Manastirit dhe rezultatet e tij. Së pari dua falenderoj organizatorët e kësaj mbrëmjeje për ftesën që më bën të marr pjesë në këtë aktivitet kaq të bukur. Ngjarjet e rëndësishme që shënojnë arritje të ndjeshme dhe krijojnë premisa për ecje të mëtejshme përpara, shpesh në mënyrë të figurshme janë quajtur gur kilometrik në rrugën e zhvillimit historik të një populli. Besoj se nuk gabojmë, po ta cilësojmë edhe Kongresin e Manastirit të tillë, një gur kilometrik në rrugën e zhvillimit të kulturës shqiptare, të arsimit dhe televizjes kombëtare në përgjithësi. Ky përcaktim mbështetet nga fakti se Kongresi i ABES, siç ka hyrë në histori, Kongresi i Alfabetit, i dha fund anarkisë, shumëllojshmërisë së alfabeteve të përdorura për shqipen, rreth 60 variante që nga Buzuku dhe deri në vitin 1908, dhe njësoi përfundimisht alfabetin e gjuhës sonë. Në këtë kontekst do trajtoj mollësisht ecurinë e organizimit dhe të zhvillimit të Kongresit, pikpamjet dhe rezultatet që arritën. Fushatën për të organizuar një kongres, ku të merrin pjesë shoqëritë ndryshme letrare, klubet dhe përfaqësuesit e letrave shqipe, e hapi fletoria Liria që botohej në Selanik nga Mitat Frash. Por nismën për këtë veprimtari me përmasa të mëdha për kohën e mori klubi Bashkimi i Manastirit, një nga klubet më aktive që vepronin në fushën e kulturës dhe televizjes kombëtare shqiptare. Në tryezën e punës u diskutuan për këto 3 mundësi. 1. Të përshtatej njëri nga alfabetet kryesore, i Stambollit, i shoqërisë Bashkimi ose i shoqërisë Agimi. 2. Të bëhej një kombinim i këtyre 3 alfabeteve. 3. Të krijojë një alfabet i ri duke lënë në janë alfabetet ekzistuese. Pas diskutimeve të shumta u zgjodh varianti i tretë. Parimisht u pranua nga të gjithë se alfabeti shqipes duhet të mbështetej në alfabetin latin. Komisioni u mor me analizën e çdo tingulli, duke i caktuar shkronjën përkatëse. Mbasi u morën mjaft shkronja nga alfabeti i Stambollit, u pranuan edhe 9 shkronjshat që kemi edhe sot, siç është shkronja dhe, th, l, gj e tjera. Pa hyrë në ollësirat karakterit gjuhësor fonetik, edhe sot nga largësia 100 vjetëve, na bie në sy formimi i atyre burrave të mençur, kompetenca shkencore, njohja e thellë e sistemit fonetik të gjuhës shqipe, si dhe vizioni i qartë dhe perspektivi tyre, ndonëse me përjashtim të Ndre Mjedës, i cili kishte bërë disa studime për problemet e Shqipes, asnjëri prej tyre nuk ishte gjuhëtar i mirëfillt. Në fund, Kongresi i Manastirit vendosi që të përdoreshin të 2 alfabetet. Alfabeti ekzistues i shoqërisë së Stambollit dhe alfabeti i ri që u krijuar në manastir, ai që kemi ne sot. Megjithatë, duket si një zgjidhje kompromisi, por zgjidhja që Kongresi i Manastirit i dha kësaj çështje ishte më i pranueshmi dhe më i mençuri për kohën. Megjithë që ai ka hyrë në histori si kongresi që vendosi njësimin e alfabetit. Me këtë alfabet u shkrua edhe akti i shpalljes pavarësisë me 1912 në Vlorë. Dhe me këtë alfabet kemi mësuar ne të shkruajmë dhe të lexojmë gjuhën tonë të bukur, të paharuar, për të cilën kemi nostalgji, sepse e flasim nga mijëra kilometra larg atë dheut tonë të dashur. Me këtë rast, edhe një herë të dashur pjesëmarrës, ju uroj shëndet dhe gjithë të mirat dhe gjithashtu dëshiroj ta kalojmë të gëzuar së bashku këtë mbrëmje dhe të kujtojmë këto ngjarje të mëdha të historisë dhe të kombit tonë. Faleminderit. Zoti Naum Prifti, shkrimtar i shquar shqiptar, njëkohësisht sekretar i shoqatës Vatra, që vjen nga New Yorku,
do të mbaj temën kontributi adhetar i familjes Qiriazi. E nderuara zonja kryetar, i nderuari zoti kryetar, të nderuar bashkë pjesëmarrës, po qëse më lejoni, do të them dy fjalë nga historia shumë interesante e familjes Qiriazi në Manastir. Kjo familje ka luajtur rol të madh gjatë viteve të shkimit të ndërgjegjes kombëtare. Prej kësaj familje ishin të paktën 3 mësues, Gjergj Qiriazi, Paraskevi Qiriazi dhe Sevasti Qiriazi. Jo pak mundime, jo pak presione, jo pak shantazhe pësoi kjo familje. Jati i këtyre 3 mësuesve të Shqipes, të shkollës së parë Shqipe të Korçës, kishte një magazin për shitje qerestesh. A tregtia i shkonte mirë, a i ishte i kënaqur, mirë po, në mes të beharit, dikush i vuri zjarrin magazinës së tij dhe ajo u doq krejt duke i sjellë një dëm të madh, duke e privuar atë nga të ardhurat për familjen, po kur ja dogjën edhe së dyti, atëre u pa që këtu ishte dora e armiqve të shkollës shqipe, e armiqve të ngritjes së ndërgjegjes kombëtare. Sigurisht ishin rrethet klerikale greke dhe administrata turke që nxiste njerëz ose paguante njerëz për të bërë sabotime të tilla edhe për të bërë dëmtime të tilla. Është interesante të dihet edhe të themi diagrama e Shahid Matraku. Pastaj ai u bë një nga përkrasit më të zellshëm të shkollës shqipe dhe ishte ai që shoqëronte vajzat kur shkonin nga shkolla në për familjet e tyre në vendet e afërta të Korçës, Përmet, Leskovik, Kolonjë, Pogradec dhe po kështu edhe kur donin të vinin në shkollë. Këtë histori mua më tregoi profesor Skënder Luarasi dhe mua subjekti më duk shumë interesant dhe shkrojta dramën Plumbat e shkronjave, e cila u vun në teatrin e Fierit dhe në teatrin e Korçës vitin 1979 dhe u pati sukses. Kështu pra, dashur miq, dashur shoqe, zonja dhe zotërinj, ata që kanë punuar për shkollën shqipe në ato kushte të vështira, meritojnë nderimin dhe respektin tonë. Dhe ne jemi mirënjohës Manastirit, qytetit ku u bën një spëtar për mbajtjen e Kongresit të Alfabetit dhe për më tepër që na fali alfabetin tonë të gjuhës shqipe, të cilin e ke orim. Ju faleminderit. Kryetari i shoqatës Kombi këtu në Uster dhe projekt ideatori i këtij sesioni, zoti Dimitër Dishnica, historian dhe autor, e ka fjalën e referimit, jehona e Kongresit të Manastirit dhe ndikimi në jetën politike dhe shoqërore të vendit. Si pari përfundimit të punimeve të Kongresit të Manastirit, u në datën 23 nëntor të vitit 1908. Atë të dielë, pas 9 ditë intensive të ngjeshura me diskutime herë të qeta dhe herë pasionante, të frymëzuara dhe nga letrat dhe telegramet e shumta që merrnin delegatët nga krajinet e ndryshme të Shqipërisë, që të mbronin këtë ato alfabet, mori fund tundimi i tyre. Pjesëmarrësit e këtij akti madhor morën më në fund frymë të lehtësuar nga pesha e rëndë e përgjegjësisë që kishin para vendit dhe kombit. Ajo ditë ishte jashtëzakonshme e veçantë dhe historike. Në këtë ditë u gëzuar, finalizua dhe ju dha fund tendrës mbar kombëtare, luftës dhe sakrificave të pashoqe të adhetarëve tanë të mëdhenj, punëtorëve të palodhur të gjuhës dhe kulturës kombëtare gjatë gjithë historisë së saj, që nga thellësitë e shekujve antik
ku spikati gjua dhe kultura pelazgo i lirike, e deri vonë gjatë rilindjes sonë kombëtare dhe miraku të tyre të madh për të dalë para botës me moton një kombë, një gjuhë vetme dhe pranuar nga të gjithë shqiptarët. Në mbrëmjen e saj të diele u festua deri vonë. Atmosfera ishte tepër e nxehtë dhe entuziaste. Oratorët që merrnin fjalën në tubimet masive dhe sheshet dhe rrugët e qytetit, përkujtonin dhe nderonin paraardhësit, ata që kishin qelur shtigjet e gjuhës së njësuar. Përkujtonin jo vetëm elitën e intelektualëve tanë të mëdhenj, që i dhanë për masat jashtëzakonshme dhe vlerat të spikatura rilindjes sonë kombëtare. Kongresi i Manastirit, me vendimet e tij, elektrizoi mbajrë Shqipërinë. Jo në ati u përrap me shpejtësi në gjithë territoret e banuara nga shqiptarët dhe në mënyrë të veçantë edhe në kolonitë shqiptare të Rumanisë, Bullgarisë, Egjiptit dhe Shteteve të Bashkuara. Shtirohet pyetja, pse vendimit e unifikimit të gjuhës shqipe patën një ndikim të fuqishëm anë mban vendit? Arsyeja ishte e thjeshtë, sepse në themel të vendimeve të unifikimit të gjuhës shqipe ishte konsolidimi i bashkimit, vllazërimit midis grekëve dhe toskëve, ishte unifikimi dhe fuqizimi i ndërgjegjës kombëtare si hapi i madh dhe vendimtar në rrugën drejt pavarësisë dhe rikonceptimit të shtetit shqiptar. Populli i Elbasanit ju përgjigj mitingut organizuar nga reaksioni klerikal me një manifestim masiv. Në lidhje me këtë ngjarje, Gazeta Liria shkruante: sot të 4-ën ditë të shkurtit në Namazgja u bë një miting i madh të paktën prej 7.000 njerëz, të cilët me thirrjen Besabes theksonin se nuk do kursehen për mbrojtjen e shkronjave shqipe dhe për lulëzimin e kësaj gjuhe. Ky miting u pasqyrua edhe në gazetën Times të Londrës nga korrespondenti i saj Philip Graves, i cili midis tjera nënvizonte edhe faktin e zhvillimit të tij në mënyrë të kulturuar. Pas Elbasanit u ngrit populli i Korçës. 12.000 vetë mbushën kodrën në Shëndilisë në mbrojtje të shkronjave shqipe. Parashikëria e frymëzuar nga kjo lëvizje fuqishme shkroi të ymnin e alfabetit lidhur me këtë ajo shkruante. Aty për aty artova këngën e alfabetit dhe zgjodha një melodi nga këngët e revolucionare dhe dorëzova bandës kombëtare të Korçës. Me këtë dhe shumë të tjera këngë patriotike, populli marshoi në miting, duke treguar se ishin kundër shkronjave turke dhe arabe. Ishin këto protesta masive që ndikuan në zbehjen dhe tërheqjen provizore të këtyre elementeve që nuk e donin lulëzimin dhe përparimin e gjuhës të shkollas shqipe. Me këtë moto u zhvilluan dhe mitingjet në rrethet të tjera të vendit si në Gjirokastër, Berat, Konicë e tjera. Po burbuqja e pavarësisë tashmë ishte lidhur. Shumë ngrica do të ndodhin, merrera të ftohta do të frynin, por burbuqja që lindi në manastir nuk u tha, por rridhi fruta, solli pavarësinë, solli shtetin e ri shqiptar, japi rrugën lulëzimit dhe përparimit të vendit dhe futi shtetin e ri shqiptar në koncertin e shteteve të lira dhe sovrane të Evropës. Ju faleminderit për vëmendjen. Dhe tani përfitoj dhe nga rasti për të falenderuar edhe zotin Ari Merti, i cili është i pranishëm në këtë sallë, president i shoqatës Albania American Organization. Dhe ndërkohë do ftojmë edhe këngëtaren lirike Jorgjia Misa për të vazhduar me këngën e alfabetit.
Tani do të përshëndes krye bashkiake e qytetit të Ustëri, zonja Konstantina Lukës. I'm proud to be here at this traditional Albanian function. I remember looking at all the children here, how often I was brought. Një nder shumë të madh mbrëmjes i shtoi dhe fjalimi i shkurtër dhe kuptim plot i dhënë nga kryebashkiake e qytetit të Ustërit, zonja Konstantina Lukës, duke përmendur. Zonja Lukës është shumë krenare që ndodhe në këtë traditë shqiptare. Fëmijët e vegjël i kujtojnë asaj vetveten kur shkonin në të tilla evente me prindërit e saj. Ajo pohon faktin që prindërit e saj u lindën në qytetin e Gjirokastrës, ndërsa prindërit e bashkëshorit të saj u lindën në qytetin e Korçës. Shqiptarët kanë më shumë se 100 vjet që jetojnë në Ustër dhe zonja Lukës shpreson që një ditë një nga fëmijët që ndodhen në këtë ngjarje të thonë: "Unë jam guvernatori ose presidenti i Amerikës dhe prindërit e mi janë shqiptar." At the last week in November, we're going to see something that Ajo gjithashtu shton se javën e fundit të nëntorit do të ngrej flamurin shqiptar në bashkinë e qytetit, diçka që nuk ka ndodhur ndonjëherë më parë. Së fundi do të lexojmë përshëndetjen që sjell zonja Victoria Dako Ruli, mbesa e Sevasti Qiriazit nga New Jersey. Këtë do ta lexoj zonja Mary Kodra. Të dashur bashkëdhetar, në fillim dua t'ju përshëndes për këtë iniciativë shumë të bukur dhe me rëndësi në përkujtim të një ngjarje me domethënie shumë të madhe historike për popullin dhe kombin tonë. Së dyti, dua t'ju them se unë që po ju përshëndes me keqardhjen e pamundësisë së pjesëmarrjes time fizike, por me zemër dhe me mendje jam aty. Jam mbesa dhe pasardhësja e njërës prej familjeve më të shquara të rilindjes tonë kombëtare, për nga patriotizmi, për kushtimi ndaj çështjes së arsimit dhe pavarësisë kombëtare. Zonja Viktore veçon: "Teto Parashivia jetoj me ne. Na rriti dhe na edukoi derisa vdiq në Tiranë më 1970-ën në moshën 97 vjeçare. Deri ditën e fundit, ajo me kujtesë dhe mendje të kthjellët, shpesh pas çdo darke na tregonte histori nga jeta e saj, të cilat unë i mbaj mend pothuajse të gjitha." Përfundimi i kongresit dhe vendosja e alfabetit ishte një fitore shumë e madhe. Vendimet që u morën aty qenë me një rëndësi të veçantë dhe e frymëzuar për të vënë në jetë sa më pak këto vendime, Parashivia ju vë punës për të hartuar dhe botuar abetaren e parashqipe. Aq i madh që e frymëzimi që i dha asaj kongresi i manastirit, sa përveç abetares, ajo kompozoi dhe shkroi tekstin e mirënjohur të himnit të alfabetit tonë. Më kujtohet pak larg nga koha në Tiranë, rreth viteve 60, u mbajt një përvjetor i kongresit të manastirit. Aty u thirr Teto Parashivia. Ajo ishte në atë kohë vetëm delegate e gjallë. Në fund të aktivitetit, me propozim të presidiumit, ajo u ftua të këndonte këngën që kishte kompozuar vetë. Me atë pak zë që i kishte mbetur, e këndoi bashkë me të gjithë sallën edhe me lot në sy. Unë provova në ato qaste një emocion që radhëherë njeriu e kalon në jetë. Në thellësi të shpirtit ndjeva kënaqësi dhe nder që ishte mbesa e saj. Ndërsa për sa i përket lidhjes me SBA dhe Ustërin, nga kujtimet që zonja Viktori sjell është se këtu ata zhvilluan një veprimtari të dendur politike dhe arsimore. Kristo Dako, me 1913-ën, që kryetari Vatrës dhe redaktori gazetës Dielli. Ai hapi në Netik një shkollë falas për emigrantët shqiptar në shqip dhe anglisht. Aty në Ustër ata organizuan partinë politike të diasporës, në krye të së cilës ishte Sevasti dhe më vonë Kristo Dako. Ky u përfaqësua në konferencën e paqes në Paris me anë të Parashivit Qiriazit, e para diplomate shqiptare femër. Ajo me kulturën e saj të 8 gjuhët e huaja që i njihte shumë mirë, maniti diplomat e ministra pjesëmarrës, të cilët e quajtën zhandarka shqiptare.
Ajo dha një kontribut të madh në shpalljen e pavarësisë shqiptare, falë dhe miqësive shumë të rëndësishme që familjet Qiriazi dhe Dako kishin në shoqërinë e lartë amerikane. Kontribut të madh në shpalljen e pavarësisë patën dhe 2 takimet e Kristo Dakos me presidentin e SBA-s Wilson për çështjen shqiptare. Le të ecim në gjurmët e këtyre patriotëve të rilindjes kombëtare dhe le të punojmë që të gjithë me një dashuri, me një mirë kuptim midis shqiptarëve kudo që ndodhen jashtë ardheu. Roftë gjua jonë në Shqipe. Roftë Shqipëria. Ju falenderoj. Së fundi më lejoni që edhe në emrin tuaj të falenderoj studiuesit e shquar të komunitetit ton që erdhen nga larg dhe kontribuan me referime origjinale duke fokusuar vlera të reja për një moment të spikatur të historisë dhe kulturës sonë, si që është Kongresi i Manastirit. Gjithashtu, falenderoj në emër të shoqatës Kombi, miqt e ftuar dhe të gjithë pjesëmarrësit. Gëzuar festën e alfabetit. Të na roje ABC-ja. Organizimi përkujtimor në 100 vjetor të Kongresit të Manastirit në qytetin e Usterit, ku kultura shqiptare është spikatur kudo, ishte një ngjarje e cila u ndërrua nga shumë bashkëdhetar shqiptar, brëmje festive e cila vazhdoi deri në mesnat, përcolli shumë emocione të veçanta për të gjitha gjeneratat e diasporës shqiptare të SBA-s. Ngjarjet e evenimentet të tilla kanë bërë të mundur një afrim shumë të madh shqiptarësh me njëri tjetrin, ku edhe pse në një vend të largët, ruajnë akoma rëndësinë e kombit të tyre. Ideja e ruajtjes së vlerave dhe kulturës tonë shqiptare vazhdon të jetë traditë në qytetin tonë të Usterit edhe pas 100 vjetësh.